Luhatjet e temperaturave të gjatë ditëve të fundit po dëmtojnë edhe sektorin e bletarisë në qarkun e Dibrës. Ata që merren me blet thonë se ulja e ndjeshme e temperaturave të ditëve të fundit në një kohë që ajo ishte gati të shtohej, po dëmton shumë këtë sektor. Lazim Miftari nga Dobrova e Peshkopis shprehet se dëmi mund të jetë i madh nga këto ndryshime klimatike të befta në këtë periudhë që bleta duhet të dalë në kullot, por kjo sipas tij pritet për tu parë pas pak ditësh. I vjetë është një vit, pritisht e si vit i mbar, po ndryshimi i temperaturave di kohët e fundit është shumë problem se i ka gjetë bletet në një fazë që ka nis pjelljen edhe i shpërndar komplet tuvza dhe me thënë të drejtën ka një dam shumë të madh. Herën e parë u bë një dam kolosal, si të thosh, për bletet e dobta më tepër. Ndërsa koshat e fuqishëm që është e gati që të përgatiten për shtesa ose për vendosje deposh, ajo të shohim se ç'është bë mbas 3 ditësh, 4 ditësh. Nga ana tjetër, bletari thotë se problem mbeten edhe preparatet e spërkatjes së pemëve frutore kur janë në lulëzim. Sipas tij, kjo po dëmton rënd bletarin pasi nuk ka kontrollin e duhur nga ana institucioneve përgjegjëse. Tek neve nuk është vetëm problemi i ftohtit, po është edhe një problem tjetër që këta pak fermerë që kanë ngel në zonë, në lidhje me preparatet që po marrin ca preparate që janë të damshme me bletet, akoma sheten, edhe këtë kemi problemin akoma më të madh neve. Cilat janë ata më cilësisht? Vallai me thënë drejtën me zëra nuk i njoh unë, po sidomos është një preparat që spërkasin për mollën që shin dardhën gjitha, po edhe për zhdukjen e barit, sidomos në ato toka që i mbjellin edhe për zhduk ferën, barin, ajo është armiku kryesor i bletëve, shumë i dam. Lule, po si vjet nuk e di se i ka prish edhe pemat, nuk e dim se si do jetë viti. Do jetë një vit, them që po vazhdojnë me preparate si vjet, do jetë një vit po prap i njëjtë, se vjet dolëm gati të thuash me 100% humbje me prodhimin, nuk patëm prodhim. Një tjetër shqetësim që ngre bletari është edhe subvencionimi që bëhet për bletët. 1.000 lekë të reja për kosh, ma merr mende që është shumë qesharak për sa i përket kësaj. Duhet të shikohet pak më gjerë në lidhje nga autoritetet qeveritare, se shtimi i numrit të bletëve nuk po shtohet në vitet e fundit, po paksohet, po bie. Ne jemi vetë ata që e kemi organizuar edhe po shohim në lidhje me shtesat e bletëve që shumë bletarë kanë informacion shumë të pakët. Unë vetë me bletë jem marrë gjatë gjithë jetës, që se kam lindi, kam pas në familje të trashëguar nga baba. Vazhdoj, sot i kam në 4 parë që bletët e ndame plus biznesi tjetër. Po në lidhje me bletet po të regoj një diçka, vitin tjetër më bëj një dam fatkeqësisht që edhe juve si gazetar keni qenë këtu kur më dosh fabrika. Nuk erdhi kush me pyet nëse sa dam bletësh të bën, sa subvencion. Në kohë kur në shtetin fqinj, arrusha ra tek një kolegi imi, edhe shteti e kompensoi me 325 euro për një kosh blete. Kjo të bën disi të pakënaqshëm për më marrë me e vazhdu. Po prapë ne vazhdojmë se kemi trashëgimim familjare. Bletari Lazim Miftari kërkon nga shteti që të shtojë më shumë mbështetje ndaj sektorit të bletarisë, pasi po vihet gjithnjë më shumë në rrezik.